Atëherë në këto momente do të kemi edhe një lidhje direkte me një banor të zonës së Shoshit në Dugaxhin, ku për shkak të rreshjeve ka patur rrëshqitje të dherave dhe shkëmbive, duke sjellë edhe një bllokim të rrugës. Përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Si paraqitet situata atje? Ka patur probleme me bllokimin e rrugës? Bllokime ka pas, situata shumë e keqe, për shkak të shinave, shifeni edhe situatën, rruga është totalisht e bllokume. Aksi Mali Shoshit, breg Lumit është i bllokum, breg Lumit në Lysa është i bllokum. Sa banor keni mbetur atje të bllokuar? Këtu janë të paktë një 200 banorë, që janë të izoluar krejt totalisht. Shifeni edhe vetë situatën. Besoj një situatë e vështirë pasi vjen prej ditës së djeshme bllokimi i rrugës, apo jo? Po, për e 3 ditë rruga është e bllokuar, ishte dje administratori me padromen e tij Mikel Kopsa, po ishte pa mujtur për me hap për shkak të rreshjeve të fshut. Shifeni vetë situatën. Kjo rruga si ka krye fshiu. Edhe energjia elektrike shumë problem, po ka edhe pak ma nejse si është situata e rrugës. Aktualisht ku ndodheni ju? Vendi që ju po na tregoni? Aktualisht ndodheni afër në Lys. Në aksin breg Lumit në Lysa. Si ja bëni kohë që rruga është e bllokuar? Urdhë? Si ja bëni tani që rruga është e bllokuar? Po për zonën si t'ja bëjmë, do të menaj kënë për shpia si jena. Po drita, po rrugë, qef, energjia elektrike janë mundu për me rregullu, po s'kanë mujë, se po kanë një shi shumë i malë. Edhe firma si ka përsipër për me majtë rrugën në Lysa Shosh, nuk ka ardhit. Makineri duhen në këtë ditë. Ndërkohë, çfarë kam thënë, kur ka një përmirësim ndoshta të situatës, zhbllokim të rrugës, pritet të ketë një përmirësim të motit? Po kanë thënë si sa të përmirësohet moti, po pa nuk kanë nevojë në këtë ditë. Po mbjellin makinë, Kanë nevojë për ushqime, kanë nevojë për ilaçe. Kam desë në spitale sen. Ju çfarë kërkoni, çfarë prisni nga institucionet përgjegjëse? Është bllokuar rrugën sekonde më parë sa të munden. Pak shteti, pak edhe privatës janë këtu. Ja, shefe që t'injen. Ja, shefe si ka ra me selave këtu. Ka shumë si kjo. Shefeni, banorët kalojnë si munden kam. Shefeni edhe këtu pak banej 2 minuta, edhe po të regojnë pak si sa kanë ra gurt në rrugë. Firma si ka përsipër për me majtë këtë rrugë. Firma Hysa. Nuk janë dukt hiç. Normal janë shumë vene si janë bllokuar me në këtë aks rrugor. Bënë si rështetit, sekonde më parë, të morën masat vinë, pak banorët, pak shteti edhe të hapim rrugën. Ty makinat e bllokuar. I keni bërë një thirrje shtetit, institucioneve? Po, këna basa, këna mujtë, kush na i ka pranuar këto ftesat e. Por kanë thënë të tonë po, pa la kur të në së tjo. Kurse akti rrugor në Lysa theth, është i hapun, janë të i punu disa fatëromanena. Janë 3 orë kam me shku në theth. Po prej breg Lumit edhe me shku në theth, janë 3 orë në kam. Ja, shifen edhe këto është katastrofë. Ja, pa të tregojmë për 2 minuta. Nëse kjo rrugë do vijoj tjetë e bllokuar, besoj do sjellë më shumë vështirësi për ju, apo jo, si banor, përderisa qëndroni të izoluar në atë zonë? 3 orë millin e rrëpër. Shefi kur, sa ka rakë në rrugë? 3 orë do të vejse në kam me që millin. Që, ja, shefën e rrugën si është të bllokuar, shefën i gurt, shefën i terrenin, shefën i vetë. Të bëjmë thirrje, vinë pak shteti, pak edhe privati banorët që janë këtu, të bëjmë hapjen e rrugës. Ja, prej 3 ditë që jemi izoluar këtu, s'mune me ra në Shkodër. Njerëzit kanë nevojë për ilaçe, kanë ples në për shtëpia. Ja, shefe. Shefe sa kanë ra gurt. Normal kjo është punë e Zotit,
e shiut, por edhe shteti do të marrë fje masa në këtë ditë. Uroj që të ketë së shpejti një përmirësim të kësaj situate. Ju falenderoj shumë.